Qyteti i Vlorës do të përballet sërish me ndërprerje të furnizimit me ujë. Ujësiellës Kanalizime Vlorë ka njoftuar se ditën e martë, me 24 shkurt, do të kryhet stakimi detyruar i stacionit kryesor për shkak të punimeve në kuadër të projektit të ri të ujësiellësit dhe lidhjes së rrjetit të ri me atë ekzistues. Si pasojë, zonat ujë i ftohtë, lungomare, 10 Korriku, Kalaja dhe Jonufra do të mbeten pa ujë gjatë gjithë ditës, ndërsa pjesa tjetër e qytetit do të ketë furnizim vetëm në orët e paradites. Kjo ndërprerje rikthen në vëmendje krizën e furnizimit me ujë që Vlora përjetoi pak kohë më parë, kur qyteti qëndroi për disa ditë pa ujë të pishëm, duke shkaktuar pakënaqësi dhe protesta nga banorët. Aso kohe, qytetarët dolën në rrugë duke kërkuar zgjidhje të menjëhershme për një problem që, sipas tyre, përsëritet çdo sezon. Autoritetet e ujësiellësit e cilësojnë ndërhyrjen aktuale si të domosdoshme për përmirësimin afatgjatë të rrjetit, por për qytetarët, çdo ndërprerje e re sjell frikën e rikthimit të një situate të zgjatur pa furnizim.